E ka shu Shebekirin një shkrim shumë mirë, apo Allah. Do me citu këtë se më la shumë përshtypje. S'është problem. Apo me citu po? Po më që ani Shejbekiri. Jo, e valla. Është gjoj ashtu se te cili browser e hapa. S'është problem. Se ke fenomenal dhe fjalia po do të kallëzu ku opozicioni. Po, qartë. Titulli është Hoxhallar Xhamatli është koha për veprim. Shkrimi partia për 3-4 ditë. Po, tash frik po. Bravo, 28-in, do të thonë sot jemi në sotin 30, para 2 ditë. Po. Fjalia e fundit, bro. Mund është me lexu këtë komplet nëse do. Ose e gjatë. Po, shumë pjesa e fundit që po të kallë për me kuptu ku arjonin pozicion. Po. Shumë xhallarë hezitojnë të marrin rolin e prisit të shoqërisë, duke mjaftuar me imamllëkun xhami. Çka thash unë? Numrat apo falënderit. Apo në një strukturë të vogël të xhamatit, çka thash unë? Që ndan të njëjtin mendim. Domethënë duhesh më koni sa i gishëm ti me respektuar aty. Kush vjen tjetër për jashtë edhe të provon me ta prish status quo ty, bën njerëz është ky asi çaj thënë divergjent. Jo problem, ky shkakton dekonstruktiv. Kjo gjendje nëse vazhdon, kjo fjalia kryevepër, kjo gjendje nëse vazhdon do të ketë dy pasoja negative. Largimin e xhamatit aktiv nga hoxhallarët. Kufizimin e ndikimit fesë vetëm xhami dhe në mesin tonë. Kjo ma gjithë përfshirëse.